Përpunimi i uthullës së mollës është një proces natyral fermentimi që kalon në dy faza biologjike, si çdo lloj uthulle tjetër. Por këtu përdoret molla si lëndë e parë, për shkak të përmbajtjes së lartë të sheqernave natyrale, si glukozë e fruktozë. Tani do t'ju paraqesim dy metoda, për përpunimin artizanal shtëpiak, ashtu si bazë për përpunimin industrial. Përgatitja e lëndës së parë. Fillimisht bëhet përzgjedhja e mollave. Zgjidhen mollat të pjekura mirë dhe pa dëmtime ose myk. Përdoren edhe mollat që nuk janë të përshtatshme për konsum të drejtë për drejtë, por që janë të pastra. Pastaj bëhet larja dhe coptimi. Mollet lahen mirë për t'u larguar papastërtitë. Grisen ose shtypen për të marrë lëngun e mollës, siç është musti. Fermentimi. Në këtë fazë sheqernat e mollës kthehen në etanol dhe kushtet për të ndodhur ky fermentim janë temperatura 22 deri 28 gradë Celsius, mungesa e oksigjenit, kozgjatja 7 deri në 14 ditë dhe agjentët fermentues, si maja natyrale e pranishme në lëkurën e mollës. Kur fermentimi përfundon, në sipërfaqe nuk formohen më flluska dhe lëngu fillon të qartësohet. Fermentimi acetik. Në këtë fazë vera e mollës kthehet në uthull, në veprimin e bakterieve aceto. Dhe kushtet për të ndodhur ky fermentim janë: nevojitet oksigjen, temperaturë deri në 35 gradë Celsius, kozgjatja 2 deri në 4 javë, enët mbulohen pjesërisht me garzë, që lejon frymarrjen dhe fermentimin. Në sipërfaqe formohet nëna e uthullës, një shtresë gjelatinoze që përmban bakterien aceto. Filtrimi dhe ruajtja. Pas përfundimit të fermentimit, uthulla filtrohet për të larguar sedimentet dhe shtresën gjelatinoze, lihet të qartësohet për disa ditë dhe më pas mbushet në shishe qelçi dhe ruhet në vend të freskët e të errët. Uthulla e mollës përmban zakonisht 4 deri në 6% acid acetik dhe është e pasur me vitamina, minerale dhe enzime. Uthulla e mollës është një produkt natyral me vlera të shumta ushqyese, mjekësore dhe kozmetike. Ajo përmban acid acetik, vitamina B1, B2, B6, C dhe E, si dhe minerale, kalium, magnez, hekur e kalcium, e po ashtu enzima e antioksidant që ndikojnë pozitivisht në trupin e njeriut. Tani do t'ju paraqesim një përmbledhje të plotë të përdorimeve dhe përfitimeve të saj. Për nga përdorimet shëndetësore, rregullon sheqerin në gjak, ndihmon tretjen, duke përdorur para vakteve, një lugë uthull në një gotë me ujë, për pastrimin e trupit apo detoksifikimin, ku uthulla e mollës ndihmon në largimin e toksinave dhe përmirëson funksionimin e mëlçisë. Uli yndyrën në gjak apo kolesterolin dhe trigliceridet. E për dobësim apo humbje peshe, acidi acetik ndihmon në ngopje më të shpejtë dhe ul oreksin, duke ndihmuar në kontrollin e peshës trupore. Për përdorime kozmetike dhe estetik. Për flok jep shkëlqim natyral. Balancon pH-n e kokës dhe ndihmon kundër kutit të flokëve. Përdorimi është: përzije 1 pjesë uthe me 3 pjesë ujë dhe shpërlaj flokët pas larjes. Për lëkurën ndihmon në rregullimin e yndyrës dhe për pastrimin e akneve me përqendrim të holluar dhe pranë po ashtu si tonik natyral për fytyrë dhe përdoret një lugë uthull në një gotë me ujë. Për këmbët i lehtëson lodhjen e këmbëve dhe largon aromat. Njomja e këmbëve për 15 deri 20 minuta në ujë të ngrohtë me pak uthull na ndihmon shumë. Përdorime shtëpiake, si dezinfektues natyral për heqjen e aromave të këqija, për larjen e frutave dhe të perimeve, pasi ndihmon në eliminimin e bakterieve. Kujdes, mos të përdoret në sasi të mëdha ose pa u holluar me ujë, pasi acidi acetik mund të dëmtojë dhëmbët dhe mukozën e stomakut. Personat me gastrit apo me ulqer duhet të përdorin me kujdes dhe vetëm pas konsultimit me mjekun.
Uthulla e mollës së egër është një prej uthullave të cilat kemi me pa se si përpunohet sot, ku nga molla e egër ajo fermentohet dhe shndrohet në uthull të mollës së egër. Mirë po, kjo nuk është vetëm një recetë që kemi me pa përpunimin e saj sot. Dy prej gjanave shumë interesante që kemi me mësu sot është se këtu në Kamenicë, pikërisht nga përpunimi e kemi edhe uthullën e hudrës dhe uthullën e hithrave. Mirë po, s'po du me zbulu ma shumë detaje, na kemi me ndjek një bisedë bashkë me Kadrije Mustafën, këtu në pikën grumbulluese Bio Alta, që të shohim përpunimin e këtyre produkteve që fermerët e Kamenicës si sillin këtu, e më pas ajo përpunohet edhe shitet këtu në tregun tonë të Kosovës. Mirë po, nuk po du me zbulu ma shumë detaje, na shkojmë edhe ndjekim bisedën. Atër zona Kadrije me na të regu kështu prafërsisht një procedurë se që shkon me, se veç e thash të hymje, kemi me bo përpunimin e uflës, të mollës së egër, të hudrës edhe të hithrave. Për mollën e egër me sigurik edhe kera ndëgju, do më thonë është procesi i parë që kena me bo, po madej pak ma karakteristike është kjo pjesa e përpunimit të uthullës së hudrës edhe uthullës së hithrave. Mirë po, një proces që kemi me ndjek tash është edhe pastrimi këtyre mollave të egra. Po me na tregu kështu prej procesit të vjeljes edhe deri tash edhe sa kemi pas për dhe mollën e egër. Po, në fina këto janë veç mollat e egra, që i kemi grumbullu prej fermerve. Tash i kemi pastru ma herët, që mos me marrë dhe juve kohë. Tash i bojna veç griljen e ty, ne mund me bëj zhurmë kjo makina, po do shta s'prish punë me të shu. Sa tash cili është procesi? Tash procesi pasaj e mushim e ujë këto, burën, edhe mbulojmë me lam deri sa të fermentohet. Po na këto është për demonstrojmë se kam mush atë kazanat që i kam prej CNVP-s, i kem kazanat 5.000 litër, që kena mush ma heret, procesin e kena kry. E qesmi të kjo fermentusi i malë këto që është, edhe pas si të qesmi mollat e mushmi edhe ujnë e qesim, edhe lam të fermentohet dhe sa të tjenë koha për fermentim. Pas fermentimit e marmi me këtë shtrydhësën këto, e shtrydhim, mollat që ka jesin, langin e qesmi të kjo kazani i rujtjes, që është për rujtje. Po e shojmë edhe për temperaturës? Po. Të thonë, në të ishte kemi pak përmi 0 gradë. Po, se sot është maftat. E prej kësaj të rujtje se kem tash këta për mbushjen e shisha, i mbush me shishat me këta. Tash mund edhe me mbush shishat me po dhe procesin e mbushjes. Po, me ba një lloj të demonstrimit. Po, tash këta. Mujna 4 shisha me qëti, për mënire. Edhe tjetër muna. Bata e mbushja këtyne. Do me thonë, kjo është një proces totalisht natyror, ku mollat e egra priten, pastruhen fillimisht, priten, mandej vinë këtu, edhe në përmjet këtyre dy mjeteve. Mjeteve që kam donacion prej CNVP-s, që falenderoj shumë, ma kam mundësu edhe ma kanë lecu të fillojnë punën 100%. Deri sa të vjen, do me thonë, kalon, zakonisht sa kohë i dënë procesi i fermentimit? Po tash me këto kazanat ma kanë lecu punën është ma shpejt bëtë fermentimi, se sa që i kom pas për para me këto mënyrë naturale, me pure me këto, e tash bëtë ma shpejt fermentimi.
Prafërsisht, Kur është ata koha me që- nxehtë, nuk ban më shumë se 2 muaj. Kur është koha tash me ftohtë, vënon pak. po na ata që kemi bojnë qitë ma në herët. kushte shtëpie? Në kushte shtëpie tash të di se ka receta ndryshme, thojnë, ndoshta dhe Po shtojnë mendoj në diçka. kushte shtëpie zakonisht sa i duhet për me u fermentu molla që të shndrohet në Kushte ufull? shtëpie edhe aty 2 muaj do të ma shumë. 2 muaj. 2 muaj të po. Do me thonë vetëm me ujë. Vetëm shtesa nuk ka kur gjohet 100% është natyrale. Pa shtesa, pa... Kjo është pjesa ma e mirë, me thonë, sepse po e shoh që mas shumë ti për çka po përdoret kohëve të fundit uthulla e mollës, është që është duke u përdorur shumë për humbjen e peshës, sepse është një trast shumë i mirë i yndyrës edhe për yndyrën gjak. Po. E mollës është për humbjet peshës, për shtypjet nal, për sheqer. Këtu tash i kemi ato të mbushme aty ma herë që i kena mbush, i kemi 3 lloje të uflës, e kemi edhe të hithit, e kemi edhe të hudrës, edhe të mollës egër. E shtyje pak. Po du më ndalë pak për para se me kalu, sepse na kemi me bërë një 2 receta të tjera, edhe po du më ndalë pak të kjo pjesa, shkojmë këtë edhe e bisedojmë. Po, tash të këtu. Pjesën e prodhimtarisë. E tash, do me thonë se na kena me bërë edhe receta të tjera, kemi me po uthën e hudrës edhe uthën e hithrave. Të kalojmë të kjo pjesa këtu, mirë po, për para se me i tregu kështu si receta, po du me ditë paka shumë për prodhimtarin, si ka shku këtë vetë, krahasu me vitin e kalumë nëse klasin për mollën e egër. Sepse këtu kam e një se dim që kemë edhe kemë gogja, edhe zakonisht e në fermerët ata të cilët i mbledhin edhe i sillin këtu. Kjo shërben si një lloj piki grumbulluse, këtu në kam e njësë. Sa kemi pas prodhim të Po, kjo mollës është e egër? pikë grumbulluse, që të për mollë të egër. Mollë të egër vitin e kalum ka pas sasit mjaftueshme, vitin e kalum. Këtë vit është pak mungese mollës të egër, po prapja kemi dalë. Them që falë këtyne kazanave, kom siguru sasi të mjaftueshme vitin e kalum, që mos me metë këtë vetë edhe, në që se s'ka se po ndodh tash klima po ndryshon, edhe tash mullat e bim gjitha po kanë Sa keni mungesë. pas grumbullu mollë të egër në vitin e kalum? Vitin e kalum kena pas sasit mjaftueshme, po këtë vit prap nuk jam keq, apet kam ba sasi. Për nevojat mija që kam duhet, kam Ju, arsyeja pse po të pyes është sepse po me bë këtë dallimin për këtë ata që dojmë me marrë me bujqësi, nuk është çdo vit, sepse kjo është natyrë edhe natyra nuk të prodhon çdo vit me po të njëjtën sasi. Kemi domethënë vit që është me shumë prodhem dhe kemi vit që s'marrim fare prodhem ose marrin një sasi shumë të vogël. Sa keni arrit me grumbullu sasi vitin e kalum të uthës? Po vitin e kalum deri 5.000 litra i kemi ba ufull të mollës. Po si vjetë prap jam, se kam pas edhe ma shumë sasi, po edhe si vjetë jam mirë, nuk jam keq. Sepse e keni konservu. Po, ma kanë mundësu kazanat që tash edhe për ujtje edhe për fermentim, edhe nuk tutëm, edhe kam edhe për vitin tjetër kam mjaftueshëm. Mirë po, një problematik e cila është për funksionim, muj me thonë ashtu, është edhe kjo pjesa që nuk po mundeni me marrë fuqi punëtore, për arsye se keni probleme vazhdimisht me rrymën. Po, Do me thonë që hynë të kjo pjesa infrastrukturës. Me tregu pak këtë sfidën, sepse përdu me bisedu edhe për sfidat me cilat ballafaqohet një biznes i tillë. Po, probleme kemi rrymën shumë, se që 4 vjetë veç pa rrymë jem këtu. Tash nështë apo dëgjot e zhurma pak e generatorit, të dash me lëqu generatorin për me bo procesin e griljes, e adit përpunimit. Nuk e dim kështë problemi, kërkesa kena bo, të keku, të komuna të shohme tash. Me shpresin ashta, na i ditë edhe neve na vjen drita, rryma. Që infrastruktura është një diçka bazë për juve, e pam që dhe kishte mungesë edhe të ka pas deri vonë pak, sepse kjo është hera e dytë që po gjirojmë këto edhe të infrastrukturës rrugore, deri sa kemi ardhur dhe realisht të janë probleme reale me cilat ballafaqohen prodhuesit vendor, me thonë në Kosovë. Po ja dilni në baza familjare? Po pja dalim me qëto mundësi që i kena, pja dalim, qëto 2 fëmijë kemi shkollu me qëto mundësi tona, me qëtë biznes tona, me qëto bim tona që shtojnë uflën e këto.
i kemë dy fakultetin e kanë kry të dëtë, po dhe nevojat tona, po na dhe, mi ashtë i dorën se kemë plan kërkuna, se kemë shtëri asë njerë dhe sot, shtojnë vetë, punojna vetë, shtojnë fitimin vetë kërejta. Unë e që di ta dhe me po thonë thomë kohën nashta kur... për arsye të rrymës, asë shkon dikun me lip punë, bile me posë mundësime tonë, hajtë tini moja, di që sa vjetë, se më punojnë prej pas lutës me këto, me shto bime, me ufull dhe me krejta. Ka 4 vite nëse nuk gaboj që është ndërtu kjo pika grumbulluse këto, edhe e ke tregu mbrapa kamerave në historiat shkurtër, po përdu me tregu dhe para kamerave se qyshja ke fillu. Dhe me thonë e ke fillu vetëm me grumbullim, të ka ardhë ideja për me mbajt familjen, bashkarisht me bashkëshortin tuj, ndërsa sot punoni edhe bashkë me fëmijët juj, sepse dhe fëmijët i keni shkollu pikrisht në këtë lami. Me tregu kështu si historia, që që ke fillu? Kom fillu se që në Zvicër 11 vjetë, u këthy në Kosovë, u këthy që stojnë për vend, për në lutë, me thonë, drejtën Drenicë, edhe pa punësi e modhe, të një lindi vojza, pa punë, pa kur gjo, u dash diçka me anis, edhe dëgjumë që punon një stagë për Albit Abdijaj, punon me BIM, shku me vizitu ma tje dhe nga të regoj pak prapërsesh për BIM që kjo atë ajo, për agulli që akon lullje e parë që kena mësu, atje taj. Kër e gjetëm lullën e parë, tha shumë mësum diçka, edhe shumë mirë. Ja fillu me grumbullu ato, të një kontrajimve ndryshme ka JDK-jat, e CNVP-jat, e Karitasit, e Krejta, shkojsh me trajnime, edhe kena mësu... Shumë, si të mos grave në agrobiznese. Shumë, gjona të reja kena mësu, shtojnë të shka, edhe fillova, vetë në fillim kena grumbullu, kër u konë ka qa 20 cent në atë ku. Që u konë katastrofë me grumbullu ka 20 cent, veç shtojnë pafunësi e madhe. Tu artu mësu edhe dikur tani u bënëm si pi grumbulluse, tani bënëm fermer tonë, për me grumbullu bi, me grumbullu mollat, ta shqim kështu ku jem, e bënëm objektin me Karitasin, bashkëfinancim, e kena pas me Karitasin. Mo ka zonë që shta shprej CNVP-s, që i falenderoj ta shumë. Sepse pak nga pak e një fillu edhe me mbush këtu. Thomë nga kanë dimu trajnimet, të i moj trajnimet e ndryshme, se s'kina ditë, se për para kënë e vetë që që bone krejt vetë, që shatë që pëmujnë vetën, që sot të punu së mujnë kur gjojnë e bo vetë, po falë trajnimet të ndryshme që kina mojnë. Kjo është një prej rrugëve që zakonisht në gjithmonë ju them gjitha zonjave që ndjekini trajnimet, sepse përveç që do të certifikoni, përveç që do të merë një informacion, është edhe zgjerimin e të worku, sepse ti njef shumë njerës, edhe pastaj është shumë e lehtë me gjithë gjithë momenti kur duhen mjete për të fillu një biznes, ndoshta sikur ky ju, ndërsa sot ju bashkëpunoni edhe me shumë fermerë të tjerë. Sa kooperant kështu bashkëpunëtorë që sjellin produkte këtu në këtë pikë grumbulluse i keni? Po janë 40 fermerë, 50 janë, po shumë i tavë që edhe kanë dalë jashtë, që të në papunësi e madhe, po unë për veti nuk e kemë, dërna që të me lëshu venin, kemë njëtë me punu, pas që edhe djali ka shku dhe në qatë drejt tema agroekonomi, e ka vazhdu, që më nani mu kështu neve dhe me vazhdu më së më nalë. Më thonë edhe pa rrime, pa heqë, më nalë nuk e kam plan. Qka të të që ideja ju i bazë është që jeni bazu dhe me thonë pikrisht në ato që ka sjellë natyra, sepse duke di që Kamenica është mbi 70% teren malor, ka shumë bimësi, gjitha ja, të veç adon me punu. Malore edhe mandej ju i një marrë me përpunimin e tyre. Përafërsisht, sa loje të bimëve sjellën këtu në këtë pikë grumbulluse? Po të them drejten veç qaja që e kam unë e paketim, janë ja 27 loje, 30 loje kemë qajave. Po kemë edhe kultivim që ka mojna vetë, që i kultivojmë rozmarien, mentën, spermentën, mollogën, kalendullen, lavandën, e shumë loje tjera. Këta i kultivojmë vetë i punojna, po edhe fermerët i sjellin mollën e egër, dhe bimë kështu që ka dalin natyrë që janë disa bimë. Shambull si që është edhe... Morizi është që të këtë konë, ka që adele dhe kjo është e natyrës. Qaja lulle morizi, blini model edhe kjo natyrë blini, kjo këtu edhe kjo natyrë. I kemi edhe hitrat të cilat i sjellin këtu? Hitrat këtu i kultivojna vetë, për ufull që ka na dohen, i kultivojnë vetë, këtu në parcel. Hudrat edhe undrat i kultivojnë vetë, këtu më të natyrës molla egër. Edhe nuk është ndoshta viti më i suksesshëm për Voronicën, këtu sillen edhe mjedrat edhe Voronica. Po, se kemë 13 fermerë me mjedër, po si vjetë ka qenë statësi shumë e madhe,
edhe kanë pas diçka ngecje në mjedra, nuk ka Si vjetë ku do që kemi shku ka pasën ngecje, po në një vit më të suksesshëm, më thonë prej kur keni fillu me marrë me grumbullimin e boronicës, edhe me grumbullimin e mjedrës, edhe me grumbullimin e mollës së egër. Përafërsisht për këto trija, deri në sa sasi keni arrit, sa ka kapacitet, po mendoj kjo pikë grumbulluese, për të sjellë për të depunu këto ato. Vitin e kaluar ka pas sasi të mjaftueshme si të mollës, si të mjedrës. Përafërsisht? Prafërsisht s'po di tash pësa me thonë. Veç ka pas mjaftueshëm. Mjaftueshëm u kanë. Si vjetë u kanë pak munges, po, menojmë që vitet tjera, dhe me thonë që si vjetë nuk ka, e në motë të vëllasë këme kanë, është në vitin tjetër është ma mirë. Po e paramendoj në bazë të litrave të ullës, që du të me kanë dikon bi 5.000 kg mollat të egra që janë sjellë këto. Po, për 5.000 kg dalin ufull aty del një sasi e mjaftueshme. Realisht po, sepse ka vetëm dy përbërës, ujin edhe mollën e egër. Uj edhe heq asë një gjatë tjetë, asë një shtesë, për gjë 100% naturale është. Sash edhe hitin e kultivojmë, hudën e kultivoj vetë, nuk e marrë për kërkuj, nuk e blej, se nuk e din çka po merë. Pas që edhe kultivojmë bimt, ato si qesim kur gjë pesticide, krejt janë naturale. Ndërsa për të bërë dhe dy receta të tjera, si që është ullëlla e hudrës edhe ullëlla e hithrave, për t'ju tregu publikut, është procedura e njëjtë? Po, procedura është e njëjtë, veç që hudra do të shmiqëru, mi pastru edhe mi hudra aty, edhe hitin që ashtë do të me pastru edhe me qitë edhe këta aty në bure, edhe bërë fermentimi. Kjo e hitit është për infekcione urinare, për prostat, për veshka, është me mirë për anemi. Kjo e hudrës është për yndyrë në gjak, ati kolesterol ku shkon, është ma shumë. Me mollës për shtypjet lartë, për sheqer, për... Duke e ditë që, sidomos për njerëzit të cilët kanë infekcione në trup, kudo që ka prodhim të qelbit ose të bakterjeve, hudrën e kemi antibiotikun ma të mirë. E tash imagjinojeni diçka që e konsumon, kemi me pi edhe direkt me shku në gjak një... E kemi në për shumë pika në për Prishtinë, në për Kosovë kemi një 50 pika mos të mos në ashtara dhe ma shumë janë, që kemi uflën e tonë, 3 llojet e uflës janë. Edhe qaja, tash veç kanë fillu, se në kohën e verës nuk shkojnë qajat shumë, ufla shkojnë ma shumë. Veç tash kanë fillu edhe qajat, pasi kështu koha ka fillu veç muftu. E tash na po fillojnë edhe po e qërojnë disa pjesë të hudrës, edhe mbushim andej me ujë, i lajnë të fermentohet, dhe të shojmë se kemi me arrit, pasaj pas shumë ditës kemi nga të regu. Po, pa tjetër. Nëse është fermentu dhe kemi arrit me marrë ullën. Po, pa tjetër që shjo. Edhe gjatë kohës sa po i pastrojmë hudrën, me ju të regu kështu edhe publikut prafërsisht në sa pika i dërgani produktet e juja? Thash prafërsisht një 50 pika i kena veç uflën, në për Kosovë, po bëjmë edhe shqitje online. E kemë. Kërkesa ka të mjaftueshme, sasi ka të mjaftueshme, që kjo është me rëndësi. Dhe klientat ju ndoshë shumë të kënaqur, nuk kam që me thonë ankesa, alo, s'kom pas asë njëherë, deri sot, se sa vjetë punojmë. Unë e përgjësi e kam një farë lloj besimi, mu i me thonë ashtu, tek produktet të cilat vinë prej kësaj zone, se kam njësë pikisht duke ti që është një zonë shumë malore. Ajo është shumë i pastër. Edhe çka do të thotë që edhe produktet i kemi goxha ma natyrale, mu i me thonë. Po ja, natyrale, se fabrika s'kem, tem s'ka, plon s'ka, që me thonë të shka fabrika di më të mos, e kem 100% këto natyrale krejt janë. Me thonë ashtu pjesën më të suksesshme me të regu. Cili ka qenë viti ma i suksesshme? Viti ma i suksesshme u kanë viti kalun, po të them, për me molla, se kam pas, qëto një stese, para 2 vite nuk ka pas molla heq, atëre më kanë qëto shumë keq. Mjedra këto kishe këto binë, po me ufull që kisha kërkesa shumë të mloja, nuk ka pas heq molla, asë një mollë s'u kanë. E vitin e kalun të një ku morë kështu sasit mjaftueshme, që ashtë edhe mu kam prish. Diso qa që prej, thoi shaveshti kam adin ma shumë, në bëj rezerva të kam për si vjetë. Po du me ditë edhe që të pjesën e ndihmës shtetit. Keni apliku për subvencionime, për grande, qofë për prikin grumbulluese, qofë për plantacionet të cilat i keni të mbjelluna? Valla jo, s'kom apliku kërkon të këto. Të organizatat e uja thamë, si Caritasit, CNP-ja, JDK-ja, këto na kanë imu krejt.
E për kështu për shtetit hala kur gjë një herë. Po pritmi. Keni apliku? Po isha nashta po rrim diçka po nimojnë e një, po hala kur gjë s'ka orë. Çka do të thotë që ende qëndron vetëm infrastruktura? Tham ka njerë ma shumë për në animojnë organizatat e huja se so shtojnë bashkë veni jetë. Unë e kam shfryzu edhe realisht emisioni për t'i falendru, më me thonë gjithmonë organizatat, sepse janë ato të cilat... Këta jepi një shtytje të mini për një shtytje goxhat madhe. Po, vëlla, po, ato thamë si me objektin këto karitase, si me pajisjet CNLP-ja, që nëse dhe pe USAID-it e kemë më tharësën aty, po arsye arrimës së më pe përdormi një herë dhe me generator nuk gëndzojmë ata me përdorë, se është elektronike krejt. Ndërsa, kur keni fillu vitin e parë me kultivu? Vitin e parë, kena fillu në 2005-2006, që atëherë kena fillu me kultivu. Ishin fëmija shumë të vogël, po dhe kultiveme dhe grumbulleme, krejta i patëm fillu. E tashti bojmë kultivim, po grumbullem s'mujna kështu vetë me dalë natyrë, dalëmi po jo si për para, e tashti na shumë marrëmi për fermerve. Kemë fermerë, s'mujna edhe me përpunu këtu, edhe me dalë edhe në teren, po për grumbullim dalëmi, i grumbullojmë marrëmi për njerëzve, i blejmë, i bim këtu i përpunojmë, i thajmë edhe qajat e krejta. E mbalë me ndoshta sasin sa ka rrit me grumbullu prej plantacionit tënd me mjedra? Po, vitin e kalumë vëlla u kanë rrit 1 tonë u kanë, po. Prej sa që përfaqe mjedra? Për 10 ari. Për 10 ari 1 tonë mjedra. Si vjetë për katastrofë, mos të heqë, të në 3 paketa si në bo. Mirë, po qka është një diçka shumë e mirë për bujësin këto vitet e fundit është sepse sasia ndoshta është e vogël mirë, po çmimi ka qenë shumë i mirë, shumë i vërdisshëm. Çmimi si vjetë ka qenë shumë i mirë, po mjedra s'ka pas mirë, që e fakt. A di çmimet kur thos sasia e madhe, çmimi po është i mirë, kur po pas sasi çmimi më i dëm po është. Normalisht. Pritmi që më bo mirë, inshallah. Kështu që ta shkojmë marrim edhe një shishe, edhe po i vendosim hudrat, ujin, edhe të shohim fermentimin. Okej, hajde. E tash mi ju tregu gjithë atyre që dojnë me përgadit uthullën e hudrës. Janë 2 mënyrat përgaditjes? 2 mënyra, po, dhe me ujin edhe me uthullën e mullës bashkë. E tash na me qenë se e kemi veç uthullën e mullës. Po, se kemi uthullën në tavolin, e qesmi drejt... I hudhem drejt për së drejti. Edhe e lojmë për? Kjo me po tash e lejmë më fermentu. Për sa dit? Ta shofmi tash ti, nashta me thonë 1 muj. Edhe 1 muj e lojmë tash të fermentohet. Bashkë me hudrën, mirë që hudra ti... Marrë vishë për nëzëtësis, klime, sa disë që është ma ftëft, është ma nëzet. Sepse do në kushte shumë specifike. Po, edhe një mënyrë tjetër është që... Tash kjo e hithit. Edhe e hitrave. Mirët vetëm gjetja, apo mirët komplet? Mirët që të gjetët. Vetëm gjetët. Edhe i shtim aty. Ja, okej. A e bojmë një veç? Po. Jo, mirë është, ti e heqim stani. Edhe këtu. Edhe tash e kemi... Tash vesh... Zakonisht sosa si shkan? Hiti duhet shumë, po për një shishe nuk ka nevoj ma shumë. Po për kështu për shka i bojmë asasi ma të mdoja nevojitet shumë, po e kemi hitin tonë të kultivun vetë që e kultivun, ase ju natyrë se mormi. Bëhet vetëm me hitrin e freskët, apo mundet më hudhe dhe hiti i veç me hitin e freskët. Vetëm me hitrat e freskët, Veç me hitrat e freskët, se zbat me të thotin heq. Okej. Edhe kjo i donë prapërsisht një muj? Edhe kjo që ashtu. Desa të fermentohet edhe kryhet.
Që këtë ashtë këtë. Ose janë këto procedura, se zakonisht i mësuar mi pa gjyshe që u ndrojnë andë. Gjithmonë për fermentim sa të mirë. E tash një pjesë edhe interesante është, po ashtu edhe kjo pjesa e murrizit. Po du me marrë vetëm sa për ta tregu për publikun. E ka një ngjyrë shumë të bukur. Tashmë veç ka fillu të thohet goxha, edhe me tregu që që kemi këto kamenit që janë me murrizin, së është realisht një kulturë shumë e rrallë në Kosovë. Sidomos që mirën me ta. Po, murriz ka sasit mjaftueshme, sa dush veç mund me mbledh dikush, po edhe me mbledh, s'po mbledhin fort, po apet për nevojat tona, kur kemi nevojë dalme dhe vetë i marmi, po binë fermert. I kemi fermert që grumbullojnë. Zakonisht me këtë kemi vetëm për qajra. Po, veç për qaja. Apo e përdorni edhe për diçka tjetër? Jo, vetëm për qaja këtë e përdormi. Se mos e kemi dhe recetë tjetër tre? Jo, për momentin ala, veç të 3 lloje kemi tu, dhe s'nerë për momentin. Asa ne shofin ashta. Për shkak që përderisa po i përmendim qajat, me tregu edhe këtë pjesë për qajrat. Si kemi gjene përafërsisht këtu të ju në Kamenicë, asaj përket bimësisë, e tregove që janë dikur 30 lloja, mirë po jemi mirë me sasi? Po, me sasi jam mirë, për nevojat e tona, sa na vyjnë neve, jem shumë mirë, si jem keq. Kemi grumbullu sasit mjaftueshme, qka na që dim sasi na shkan, i lanë për veti, qka nuk na do neve i qojmë një stok të agroprodukte. Qka do të që shqitja është e garantume? Shqitja është e garantume, nuk tjetë kur gjë, që me thonë, po mjedi diçka po mjetë, nuk tjetë kur gjë. Mbaj mend kur je marrë në vitin e parë, kur veç është ndërtu kjo pikë grumbulluese, do të ka qenë një sasi goxha e madhe që keni arrit me i grumbullu, ndërsa tash kur të pyeta the janë shit shumica. Çka do të thotë që nuk e ka problem me gjetë tregun? Jo, veç shtojnë për punë, që dojnë s'ka punë, ka sa dush, me gjithë shka me punu, si do mos mu me bim ja vlenë. Se pa qaja, pa këto, nuk e di që i bënë. S'ka shpi që nuk ka një qaj në shpi. Realisht po. Sidomos në rastin konkret për shembull e kemi edhe aguliqen dhe mentën. Tashmë kanë filluar që t'jenë edhe këto kombinimet. Aguliqen e kemi shumë shpesh e përdorin do të thotë edhe për koll. Sepse shërën kollin edhe mu shkrit gjatë kohës. Shumë e mirë. Sidomos këtë vjesh në tash, këtë tori i ftohtë që në erë. Princesis, një ftoft i madhë me një në kështë i ka rokë, so kjo është shumë e mirë për këtë kohë me përdorë. Po edhe spermenta është shumë e mirë, kërkesa shumë të mëja kemë për spermenta, sidomos, gjenerata e re, që kanë fillu se pjaudinë dhe vlerën, kur vine këto në viziti, ku ati që vinë sa për organizat, kur e shojnë spermentën, me një banatorë, për nga kom Prishtinë një trajnim, kër ka pa një banatorë që kemë spermentave në Gjermani, ka kina një që s'ka në Kosovë, thash jarte, unë e janë, tash se i kam Prishtinë të lëzbim, që sërë kom dalë, ose kom marrë të agroprodukte, ose në Shqipëri, kër kina shkull, kom marrë ka një fidani, kom bërë 2, edhe kom kultivu këto, për asoj kom bështojnë, ashta 1 orë, 2 orë, të i zgjeru sa herë, që vetë i zgjeru. Keni edhe qajrat të mbjellra? Po, kemë spermentën, që të mos këto kemë sasi shumë të modhe të kultivume, se janë kërkesa shumë të modhe për këto. Pra përsisht sa, po mendoj sa sipërfaqe i ke të mbjellën me ta? Me këto i kam një 5 ari, po kjo korët, një 3-4 herë kom korë si vetë si vjetë. Shka do të thëtë që me 5 ari ke 4 herë të korra brenda vitit? 4 herë unë është me korë spermentën, mentën, rigonin, qëto i korë 4 herë pa problem. Ti ndajmë do me thonë për se cilën për e tyre, sepse kjo mundet me ka një motivim shumë i mirë për zonja që do me fillu me mbjellë në përkopshet e tyre dhe me qënë se për një sipërfaqe të vogël arrin me marrë sasi të madhe. Për shembull nëse flasi për spermentën, sa arrin me marrë brenda një vitit të freskët, po me doj ende pa u tha? Freskët, tash me përqindjet freskët, për një herë që ata korsh mund është derin 50 kg. Derin 50 kg për një të korë, që i bje dikun brenda vitin mi pas derin 200 kg sperment të freskët. Ndërsa, qka njerëzit e kanë shumë problematike me kuptu, në momenti kur të blenë qmime të larta të qajrave të thata, është për shkak që duhet një sasi shumë e madhe e freskët, e pastaj ajo kur të thahet vjen një sasi shumë të vogël. Zakonisht për shembull, nëse i ki 10 kg sperment të freskët, kur të thahet, me sa kilogram shndrohet?
pa jo shkon me, duke që shkon 4 me 1 kilogram, 4 kilograme njom, del 1 kilogram e thatë. Shka do të thotë 4 fishi? Humbje, të një ko është procedura, proponimi, ato, jo paketimet, jo përshkrimet, jo ato, idele mu thonë se ju duke në ashta shtrejt, po ju edhe nuk ju duke, si kam shumë shtrejt, me qoj e më 3 euro kështu në treg. Për sa si është 3 euro? 50 gramshe. Do me thonë 50 gram qaj është me 3 euro. Që kjo një paketim mund të me që një muj det pa problem, një familje. Një muj det mund është me pinë që paketim pa problem heqë. Normalisht edhe përveç kësaj që është shumë rentabile, ka edhe një mënyrë shumë delikate të punimit, sepse sidomos kur flasim për qajrat, me ju tregu edhe publikut që ka disa, për shembull prej bimëve që ju mirën vetëm rrënës, siç është për shembull mullaga, ka prej atyre që ju mirën vetëm kërcelli, ka që ju mirën vetëm lulja, për shembull kur e kemi kamomilin, që është më e famshme, po besoj është më e shitur. Po, edhe ajo po, edhe kamomili është. Veç edhe spermenta, për njerë për mas shumë kërkesa që i kam për spermentën i kam tepër. Për shijen tem, nëse flasin dhe të thëtë, unë e qajnë e malit e du mas shumë. Po, jam u pjo për e të mija, veti që i ka kjo spermenta, thujnë është shumë e mirë, veti që i ka të mira. Edhe sidomos, që ka kom dëgju dhe me thonë kohët e fundit, që ka fillu me u përdorë me të madhe, për flasim këto ndoshta se informacion për publikën, është që Melisa ka fillu me u përdorë me të madhe, pikërisht për shkak që e lehtëson gjumin, është qetësues shumë i mirë, bashkë me lavandën. Po, lavanda, po dhe ajo qetësuese, rozmaria, krejt e këtu. Keni fillu me prodhime edhe të vajrave? Jo, të vajrave jo njëherë. Okej. Flitin tarë me këta shumë, tash me qka po fillojmë. Po i provojmë gjitha dhe ku po ndalemi. Ku po ndalemi. Unë ashtë të kemë ndërmend, po ku po më rrim ta shumë. Po me lavandën sa si përfaqe i ke? Lavandën nuk kam shumë, një ari, s'ka ma shumë. Se qa që kam adi kërkesat, sa i kam kërkesa ashtë edhe kultivoj. Pëtom që mentën, rigonin dhe spermentin kam ma shumë. Kultivume. Po dhe kalendullen, mullagën që ashtu për nevojat tonat sa na vynë. Lavanda tashmë po e shohim që e kemi shumë edhe në përkopshte sepse largon insektet që i kemi gjatë verës edhe po ashtu ka një aromë shumë të mirë dhe shumë qetësues. Edhe shumë qetësues është po. Për fund po duam mi tregu planet, megjithëse kemi pas shumë sfida edhe gjatë xhirimeve, gjatë gjithë kohës, ndoshta edhe publiku po ndëgjohet gjeneratori, sepse kemi pas mungesë të rrymës. Po dojna me du që do të bëhet mirë, edhe me mi tregu planet. Po planet tash mendojmë që nëse që të rrimë në botë e krejt, mendojmë që nështë edhe mu zgjeru diçka dhe ma shumë në i produkt tri, me dalë me në i produkt ma tri, ta shofme me qka tash. Mas që halot se kemë kështu cek qka veç, mendojmë që me diçka tri me dalë. Nësa po mendojnë me rritë prodhimtarin? Po prodhimtarin po, se po ato kuptohet, prodhimtarin po. Se ka një dhe fermer të interesuar për me kultivu bim, po dojnë sa të thoi njerë jo, po dojnë. Pak përpeshojnë që vëlla po ka efekte që atin veti shumë të mira këto bim, ka fermer të interesuar, ta shumë ta shtarmen me çka dalmi të re. Ndërsa unë du me të ruqe me pas edhe një numër të madh të punëtorëve, sepse realisht e kemi meritu me mbi 20 vite provoj në këtë zanat, nëse mujna me qujtë kështu, që e punon me plot pacient, tashme po e punon edhe familjarisht, po du me të ruqe me pas për plot, sidomos me zonja, që bashkarisht një po këtu në përpunim në xhirimin arshëm. Shpresoj, panderit, shumë shpresoj edhe unë qëto, shpresoj. Shumë panderit që nga ke pritësot këtë. Panderit e juve, me knatësi. E tash shikus dashur, po du me shfrytzu rastin që dhe pasi që përfundum për punimin e uthullës së hudrës, uthullës së mollës së egër, po ashtu edhe të hitave, me shfrytzu rastin që këtu bashkë me këtë kulturën shumë, me thonë të rrasë që është murrizi, edhe këto dy qajra që i ka mundorë, me qenë se temperaturat tashme kemi jashtëzakonisht të ulta, edhe pam të tonin se si fillojmë na marrë me shumë vende edhe me borë, me temperaturat të ulta gati në 0 gradë, kanë me fillu edhe këto viruset e kohës edhe
çka ka ma mirë se sa një çaj për shembull i spermentës ose jaguliçës, i mentës, për me na shëru edhe ndoshta me na i parandalu edhe shumë prej smundjeve që mujnë me na ardhë tash pikërisht për këtij të ftohtit të papritur që e kemi pas. E pikërisht bashkë me zonën Kadrion për shfrytëzoj rastin edhe që me përmbyll bisedën për ditën e sotshme, edhe për t'ju lënë takim të dielën tjetër në po të njëjtën orë, vetëm se në vende tjera me kultura të tjera. E të shohim se çka kemi sjellë në episodin e ardhshëm. Deri atëherë nga Unë Dafina, mirëmbëjtje, miru takofshim.